të ndëruar xhamat, le të jetë vdekja mësim për neve gjallëve, sikur që është edhe mërzi për neve, edhe për familjen, nëse nana është treha e fundit, ku ti në gjenë ngrotësien, nana është kalla e fundit ku ti, aty e gjenë mëshirën, nana është dora e fundit, butësia e fundit, nuk ka me të mëshiru kërkush më si nana, s'ka me të këshirë më kërkush si nana, s'ka me të falë më gabimi kërkush si nana. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, ajo derë xhenetit, s'ka më tjetër derë xhenetit. Andaj i ka një njeri të Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili ka vrarë një njeri, edhe ka thënë hoxh, ka qenë hoxha i sahabeve, ka thënë a ka zgjidhje kjo puna, ma fal Allahi. Ka thënë a e ki nanën gjallë? Ka thënë jo. E ka këshirë një herë, ka lanë një herë me prit. Ka thënë motrën e nanës, a ki tezen? Ka thënë po. Ka thënë shko bani hizmet asaj banal, nashta Allahu gjelona të falë. Andaj, kjo dore mëshirës, kjo dore butësijës, kjo dore cila nuk dvej qka ki ba sa her të falë, ta ban halal ala pa ja gabue, kjo a vesh nana, sot e ke përfundue. Andaj, kush e ka gjallë le t'i boje hizmet, le t'a kshirë, le t'a doje, dhe le t'ja boje krejt ato ngërmizet qka i lip, përveç ko Allahu gjelona ka bo haram. E atyre që ju kanë ndru jetë, le t'bojnë veprat mira dhe t'bojnë dua, që Allahu subhanahu wa ta'ala t'i